punon në shtet është pastarditet, është vjetesë, nuk është punë. Çfarë punë bën ti? 2 orë punon, 6 orë rri, ndrohet se dilën ose bën punën në patronazhistit. Çfarë produkti ke dhënë ti për veten? Kush është identiteti jot? Do të thonë ti s'mund të krijosh diçka nëse nuk krijon veten. Ta e kanë humbur veten dhe thotë po punoj. Jo, ti nuk po punon, ti e kapje. Pra aty të shitur një rrok, të shitur një shumë parash që ti t'ja dalësh të përballosh jetesën tënde. Jetesën tonë po e përballojmë edhe neve që nuk financohemi nga dikush, sepse në fund ditës nuk është se do vdesim për bukull. Mirëmbrëma dashur miq të Tru Podcastit. Personazhet që kemi sot, juve keni parë edhe më parë në Tru Podcast, por e keni parë online kur neve ju kemi dërguar një link që zotëria të futej nga Gjermania dhe të na fliste për shumë çka, sepse kemi trajtuar shumë tema, jo vetëm një temë atë ditë. Por sot, meqense Tru Podcasti mua më ka dhënë mundësinë që të njoh njerëz shumë të bukur, njerëz që nuk i njihja më parë, tani më ka ardhur në kuadrin e një miku të Tru Podcastit dhe në mikun tim personal, që unë ndihem me fat se e kam në jetën time, jo vetëm për shkak të karrierës vet apo mundësive që Sokoli të ofron me njohjet e veta apo gjitha me radhë, por se është rimishërimi i mirësisë. Mjafton që ta takoni këtë zotërin, këtë djalin, sepse unë e quaj djalë se është i ri në shpirt. Mjafton që ta takoni, konsumoni një drek me të, konsumoni një kafe dhe keni për ta parë që ka mirësi, ka ëngjëllin brenda vetes, flet vetëm për dashurinë, flet vetëm për të mirën, flet vetëm për hallalin dhe jo për haramin, se si me a fut këti, me a marr këti, me vjedh kët, me bë kët. Që neve fatkeqësisht në shoqërinë tonë albanistaneze dhe neokomuniste dhe neo-otomane dhe neo shumë çka e tjetër nga përdonatorët historik të shtetit tonë, jemi mësuar t'i trajtojmë dhe t'i quajmë si zotësi. Pra, ne quajmë si zotësi atë që na e fut vetëm sepse ishte i Zoti që na e fuste. Përpara jush, regjizori dhe aktori me famë ndërkombëtare, me lokacion, me vendodhje në Paderborn, afër Biefeldit, midis Hanoverit dhe Düsseldorfit, Sokol Pepkolaj. Sokol, faleminderit që më erdhe miku im. Faleminderit nga ti, mirë se gjeta. Sigur kom thënë edhe radhën e parë është krenari dhe nderë që jam këtu. Të falenderoj shumë. Është sepse unë ka ndodhur shumë shpesh se edhe intervistat ose muhabetit i kam refuzuar për shkak që nuk kam interes të arri me njerëzit e gabuar, po që japi një mundësi, sikur njëta gjë shkon edhe nga ana jote, një mundësi një njeri të mirë që ka marrë një fillim të një podcasti që jep të vërtetën dhe shfaq të vërtetën dhe mundohet ta bjerë në botë mirësinë, ato që dua dhe unë, edhe ata që duhen po i them se për këtë gjithë trojet shqiptare, ata gjithë gjë shqiptarët. Vlla, kur shikon ty në pamje, ta jep idenë që ti nuk je fare shqiptar. Sepse është luku, është modeli flokut, është mënyra e qëndrimit, pra trupin e ke shumë në formë, je i gjatë, është më i gjatë se sa unë jam 1.86, 1.87, Koli është 1.90. Është shumë më i gjatë se sa unë. Sa vjeç e Kol? Kjo jetë top sekret. Dhe që me ditë, këto nuk ta përgjigji. Kështu si për moshën që kam, po i them se e prezantoj mirë. E prezantoj mirë. E prezantoj mirë. Ne kemi folur këtu bashkë për shumë gjëra. Kemi folur për fitimin prej teje të Police Film Academy në Berlin. Kemi folur për festivalin e Cannes ku ti po prap ke qenë fitues me metrazh shkurtër, mos gabofsha, filme me metrazh shkurtër. Ke bër produksione në Tajland, në Indi. Ku s'ke val? Në Indi, mashëm. Tajland kam qenë për shef ma. Për në Indi kam punuar për shef. Tajlanda. Tajlanda është më shumë për relax. Ajo Tajlanda është. E adhuroj për sa i përket masazheve në Tajland. Edhe qetësisë. Kurse për punë kam qenë në Indi,
Kam punu 4 vjet me një festival të ndis, edhe kam qenë disa herë, po më shumë kena punu edhe në territorin evropian. Në territori evropian. Po pse me produksion indian. Neve kemi folur vlla, se s'dua ti bëjmë përsëritje, se kjo është ardha jote, është ardha jote këtu. Pra, ke një projekt në vazhdim, domethënë në vijueshmëri që ta vendosim me dije publikun shqiptar, që të njohim pra ambasadorët tan, sepse ti edhe shumë të tjerë si puna jote, çuna shqiptar, të lindur e rritur me vojtje këtu, si të gjithë neve, mbase brezi im joj shumë, se ne kemi qenë brez më i përkthjelur në demokraci e gjitha me radhë, por brezi që ka jetuar që ka lindur para 90-s, është rritur me shumë sakrifica. Dhe nuk ju njohim vlla. Unë shoh për shembull që ti ke njohuri edhe ke kontakte me tipa që janë të vendosur në muret apo në kokat e krevatit adoleshentëve këtu. Për shembull, kur u takuam Pardije, që ishte juve me mbesën tuaj, po flisnim që në në tavolinën ku ti kishe vajtur për një diskutim për punë, 2 metra më tute ishte Tarantino. Tash ti je në vorbullën e bishave, domethënë nuk ka më për mua nuk ka më të madh se sa Tarantino. Për mua si regjisor. Është edhe Stanley Kubrick, është edhe Steven Spielberg, Coppola, më thet tash që janë ajka. Po momentalisht që është në lëvizje, domethënë në treg, më të mirë se sa Tarantino nuk ka. Ti je aty vlla, në njëjtin tavolinë, në njëjtin ambient, si ndodhi. Domethënë ke pas një sekret, ke bënë një marrëveshje me masonat që folëm atëre, apo shanci vlla. Unë kam një filozofi jete që kam pas shumë vetë besim në veten. Çdo njërin nga ne lindi vogël dhe bëhet i madh. Po edhe fizikisht, po edhe nga karriera. Vetë besimi nuk më ka lënë në rrugë, sepse çdo lloj pune faktikisht ka vështirësitë e veta. Aktrimi është hala dhe më e vështirë se tjerat, sepse karrierë një punë që merr një diplomë dhe futesh në një institut, një spital ose një kazernë policie ose një gjë dhe vazhdon puna deri që tash në pension, po i them që e arrite deri 30 vjeç dhe arrite suksesin, merr një pozicion dhe vazhdo atë jetën ashtu. Kurse aktrimi nuk është tamam kështu, se mund të bësh edhe një film të mirë ose një gjë, edhe bash aty është fillimi i fundit. Mas filmit mirë, sepse arritja e shpejtë ose arritja e pa pjekur mund të çojë në degradacion. Shumë aktorë kanë humbë kur kanë arrit, jo kur ja kanë nis. Pra edhe kjo është pjekuria që me ditë sjelljen kur ti je në udhtim. Unë kam filluar nga Italia me gjana të vogla. Pjesën e parë, po i them të aktrimit, si edhe si aktor, po edhe si regjisor, ka qenë, po i them edhe me një idealizmin e gjithë, si bën gjithë. Si bën gjithë regjisor, si bën gjithë aktorët, edhe atë pjesë kam menduar si edhe unë do bëj kështu. Sigur më them pyetje edhe përpara, për shembull, a do folim për ndaj film që ka bën tani? Jo. Pa. Nuk do folim. Pse? Sepse ajo që do folim, për shembull, njerëzit zakonisht regjisorët ose aktorët dalin në për intervista që të kërkojnë investime. Po. Që të kërkojnë lek ose ndihmë për të realizuar filmin. Edhe këta kam bënë para 5 vjeç, para 10 vjeç. Edhe është mënyra e gabuar. Ato që kam zbuluar në veten, edhe nuk duhet ta bëj në këtë mënyrë. Po cila është mënyra saktë sipas teje? Domethënë, e di pse e respektoj këtë që the? Për logjikën. Pra nuk ka se e gjykove a priori. Që kjo është e gabuar. Jo, unë e kam provuar vetë. Unë e kam provuar vetë. 5 vjet, 10 vjet para dhe kam dalë në konkluzionin që kjo është mënyra më e gabuar. Pse vllajim? Sepse janë pikë parë janë shumë ata që kërkojnë. Zdyti, ti kërkon edhe pa sikur na jena këtu, ku i për kërkoj? Kam kanë dikoj direkt që më ka i kërkoj o që më ka foli me ta?
Ne po flasim këtë intervistë për shembull ose këtë gjë mund të dëgjojnë gjithë Tirana, mund të dëgjojnë gjithë Evropa, por një lloj është se s'kem kaj drejtor na për shembull Sokolit. Nuk kem kaj drejtor na. Po. Asnjë njeriu direkt. Jem kaj drejtor na gjithëve për askujt. Dhe askush nga këta që dëgjon nuk e din se çfarë filmi o çfarë gjë jam ka bëjë unë, çfarë kam mend me bëna. Pra nëse unë kam një produkt të mirë, unë do ula në tavolinë me Tarantino. Po. Edhe dhe si thom, zotri unë kam këtë projekt. Vetëm ati edhe direkt në tavolinë ball për ball. Edhe vetëm ashtu mund të jenë ai për shkak se të jep një përgjigje, sa do i madh ai vogël mund të jenë ai ose unë, se sikur thash edhe parë, ai ka qenë i vogël është bëj madh, unë mund të jem i vogël mund të bëj i madh ose të kundërtën. Aty mund të marrë një përgjigje pozitive ose negative. Edhe kështu mendoj si do të jetë për shembull me njerëzit që unë sikur tha në festival Berlinit apo të Cannes. Ulna me ta direkt edhe ja shpjegoj që për shembull kam një këtë lloj projekti. E kam këtë status. Kuptimin e fjalës se ka skenarin, ka castin, ka 2.000 euro, ka 200.000 euro. Jemi në fillim, s'ka si gjë, ka një standard statusin e filmit. Po. Në çfarë lloj përgatitja është edhe çfarë mungon, çfarë interesesh ka deri tani, edhe pse, çfarë genre, çfarë merkate ka je kanë njek, sepse edhe është një stil në veti, të kuptosh cili është xhandri për momentin, cili është më i shikumi, edhe cili mund të ecë më mirë. Çfarë xhandrin që ka përgatitur ose skenarin që kije, çfarë buxheti mund të kenë, edhe ku mendon me xhirua, edhe ajo është për shkak që intereson, nëse është një medje budget, mund ta xhirosh edhe në Evropë, mund të jenë edhe një film për shembull që ka personazhe pak, ka lek më pak, do lypësh produktor për shembull më të vogël. Ose nëse është një film me budget madh, nëse edhe regjizori është me karrierë të vogël, nuk përputhen. Pra do thotë se do bëj një revizion skenarit, për shembull që kam shkruar në një skenarist shumë i njohur, në mënyrë që skenari që është ndoshta është ideal edhe shumë skenar me vlerë, por emri nuk ka mri atje ku duhet. Në kuptimin e fjalës se për shembull ma shpjego pak këtë lutem. Domethënë ti the tani që mund të jetë skenar shumë i mirë, po emri nuk ka arrit ku duhet. Po. Cilat janë këto kanalet që duhet shkojnë këta emrat? Domethënë çfarë e definon që të përmbyllet një projekt? Sa do i mirë të jetë ai? Atëherë emri s'ka mri atje ku duhet është kështu, për shembull Tarantino si ka mri emri ku duhet. Po. Ai ndoshta ka edhe skenarin e kesh ose bën filmin por emrin e ka atje. Me mri skenari i Sokolit të Tarantino në Hollywood për shembull nuk është i njohur si skenarist i njëjtit nivel me Tarantino. Tarantino është më shumë regjisor, po nejse më. Tashi skenari i Sokolit mund të mritë Tarantino kur një skenarist i njëjtit nivel Tarantinos edhe i bën një vizion, jep një shikim, edhe i ndon firmën e tij. Pra do thotë që është revizionuar nga Tarantino, edhe ka është ideja dhe skenari i Sokolit. E kuptoj, domethënë si puna e filmave, e librave me parathënie të. Nga atë moment skenari mrin në nivelin e duhur. Dhe pastaj del jashtë loje çdo aktor ose çdo skenarist ose çdo kameraman ose fotograf i nivelit ulët. Nuk është nuk do të thotë nivelit ulët, se s'ka nivel të ulët, por nivelit më të vogël ose të fillimit karrierës. Po. Kështu si u fut për shembull, po e quajmë kështu, u fut skenarin në Hollywood. Po. Edhe nga aty fillon bëhet casting nga Hollywoodi, bëhet buxheti nga Hollywoodi, edhe merr hovin e nivelit internacional edhe të buxhetit internacional. Pra, do thotë se është gjithë paketa që do shkojnë e mesme, e lartë apo fillestare. Se për e quajmë kështu, fillestare. Domethënë është starter, advanced dhe premium.
leta quajmë, pra është starter që fillon një buxhet fillestar, bazik, është advanced që shkon nivel medium dhe Jo, kjo është fillimi dhe mbarimi i filmit. Kuptimin e fjalës, nëse fillon nga niveli i lartë, ai shkon dhe shpërndahet edhe është gjithë bota është i nivelit lartë. po. I nivelit për shembull medium Evropa, Ballkani është i nivelit mesëm. Fillestar do thotë për shembull që ki aktor që dal nga akademia, e ke regjizori që është regjizor se ka bën 2 filma me metrazh shkurt, metrazh ashtu, edhe mund të kenë edhe fat edhe nga fillestar me bën një shpërndarje internacionale, por është si e vështirë. Mund të kenë fat nga një Netflix ose një gjë për shembull që i pranohet, edhe është fat, nuk është se janë fat, ka bën një punë të mirë. Dhe ja pranojnë edhe pa emër si thonë. Rulet ruse është ajo në fund ditës se duhet sado javë ti të duhet edhe një grim të fati o kol me ec përpara se fati ndihmon më të mirët në fund ditës, fati ndihmon më të mirët. Fati është sipas me fati është njeriu ose personi që tenton. Nuk ka një fat që rrin, nuk ka një fat që pushon, nuk ka një fat që të vjen nga qielli. Për shembull, nëse jam këtu, nuk do jenë fat që nesër të takoj një njeri. Po. Nëse nuk shkojnë në Cannes, nuk kam fat që të prezantohem ose të takoj një producent ose një aktor ose të bëjnë shoqëri me një që mund të kem një projekt në të ardhmen. Pra fati lviz. Edhe këtu, ku jemi në Shqipëri, për shembull, fati është mund të kesh karrierë, mund të bësh biznes, mund të ecësh përpara, mund të jesh i lumtur, por do të kesh vizion, do të lvizesh. Sepse ndoshta e ke gjitha nuk je si gjë se ti nuk i kuptue, edhe nuk e ke afruar në farë mënyrë fatin. E afron edhe e takon kur ti e lyp edhe lviz edhe na e quajmë fat sepse e takon. Është një koincidencë po i thom. Edhe ajo është fati. Po nuk vjen nga qielli, kuptimi i fjalës për shembull se na mund të lutim Zotit sa dush se mbjer fat, po Zoti ajo është energji. Me mirësinë, me sjelljet, ashtu është fati. Pra, po thua që neve e kërkojmë atë, pra çdo lloj gjë që neve na ndodh në jetë, ne jemi duke punuar për ata, qoftë edhe fatkeqësia, qoftë edhe mirësia. Pra, domethënë ti je si puna ime, eja barabartë me mëcën katror. Domethënë çfarë do lloj gjë është energji. Energjia nuk humbet kurrë, thjesht transformohet dhe merr forma të ndryshme. Pra ne japim, ne marrim çfarë japim. Domethënë një shprehje popullore jona folklorike është do korrësh ç'ke mbjellur. Ashtu është. Por është një gjë për shembull që shumë njerëz dalin po i them nga standardi i mirësisë, sepse e mira është e kadalshme. Si është e mira e kadalshme? Domethënë pse është e mira e kadalshme? Mund të ma bësh një trajtim filozofik kësaj, lutem. Se unë e di që ti e prek edhe rrafshin e filozofisë. Dën kohë më shumë. Për shembull, ti bën mirë edhe një farë kohë më rrin se nuk e di a ka njerëz të mirë, nuk e di a ka Zot, nuk e di a ka kthim. Sepse ti mendon si bën e mirë dhe s'ta kthej. Bën e mirë ta kthej me të keq. Kalon koha, kalon një vit, kalon 6 muaj, edhe fillon thua zgënjesh për shembull me njerëzit. Edhe thua s'te ka drejtësi, s'te ka të mirë. Edhe në atë kohë është ka të vend në provë shejtani edhe Zoti nga cili e kin plan me shkue. Të dy janë ka punojnë për me të marrë për veti. Edhe zotësia jote është cilën anë po shkon. Durimi e me najtë në rrugë drejt, me qenë i drejt, me qenë korrekt,
mos me u korruptue, mos me falsifikue, mos me e hedh, mos me e tradhtue. Po mirë, ja dalim dotën kol mos me korruptu të rjetën. Se del dot besoj. Mos me korruptue. Timi realist, nuk është korrupsioni vetëm ekonomik apo. Ne korruptojmë edhe për familjarët. Ne korruptojmë edhe për të shpëtu me nderën tonë. Po ne korruptojmë për shpëtu dhe një mik. Do të thënë, ma kupto logjikën e korrupsionit, jo rishfet i rëndomt. Më jep kaq lek zarfe të gjitha me radha, kupton shpendin? Është korrupsioni është edhe shpirtëror. Por e di që na mban eva. Në radhë parë unë kam kuptuar nga ky drejtimi që bën ti që e ke identik me mua. Që në çdo lloj drejtimi që neve futemi, ke dy zgjedhje. Dritën dhe errësirën. Ti quhet djalli dhe shejtani për ta kuptuar më mirë, Zoti dhe shejtani për ta kuptuar më mirë publiku, po unë po të flas në gjuhën tonë. Dritë dhe errësirë, pra janë të dy aty. Nuk janë tangenciale, sepse ekzistenca e njërës pamundson tjetrën, po pati dritë nuk ka më errësirë. Kupton shpendin? Por që jemi në udhkryq. Dhe të dyja na joshin. Të dyja na joshin. Joshe, forma e joshës është totalisht e ndryshme. Joshe që të bën drita është edhe sa e mban frymën ti. Pra, të vjen një e keqe, do kalosh direkt te errësira që ta kompensosh, apo do vazhdosh me kokën lart, apo do vesh të përqafosh të keqen dhe do bësh atë që neve në rëndom në zhargon e quajmë shitja e shpirtit. Dhe për sa i përket shitjes së shpirtit, ti jeton në industri që në 90% rasteve neve dëgjojmë, neve njerëzit e thjeshtë, nuk e njohim atë lloj gjoje, dëgjojmë shiti shpirtin, ky e ka shitur shpirtin. Për shembull, ka dal një shkrim, një lloj dokumentari për Dwayne Johnson. Wrestlerin, e njeh besoj. The Rock, që ka luajtur Jumanjin e gjitha me radhë. E kishin parë një gjendje të tmerrshme. Pra, nga një muskulatur 2 metra e 2. Ka se kam pa disa intervista, disa foto, disa gjëra. Domethënë ai kishte kaluar në një lloj shkretire, qoftë edhe fizike. Një draining. Fizike, shpirtërore gjitha. Dhe kishin kapur edhe një pastazh ti që i thot you have to sell your soul, you have to sell your soul to achieve this. E thot me qeshur, me të ngjeshur, e thot një gazetare atje, një intervistuese gjitha me radhë. Dhe dolën këto teoritë e konspiracionit, pastaj që ti e di që nuk mund t'i shmangim dot, a kupton? Që për 20 vjet ky kishte bërë një kontratë për 20 vjet që ky do ishte shumë i pashëm. Për herë të parë në histori ai u bë njeriu më i paguar në Hollywood, që për mua nuk është aktori më i mirë që mund të ketë, se Hollywoodi ka aktor për shembull të thonë çfarë të don për Al Pacinon apo për De Niron, po për mua bashkë me Scorsese, që luan edhe si e ka ai, po Scorsese, Martin Scorsese është. Po, Martin Scorsese. Ata janë ikonat. Pra De Niron, Al Pacinon tani që janë 82 njëri, 79 tjetri, ti merri, kanë bërë The Irishman, kanë bërë The Gentleman, në një moshë që duhet ishin 40 vjeç, po e bëjnë 80 vjeç. Janë ikona. Për mua ata janë të pableshëm, domethënë të kesh De Niron në kast, ti duhet t'ia lësh white check. Domethënë firmos ti çfarë dush sepse ai ti nxjerr lekët vëlla. Ku doli Dwayne Johnson, më i paguari? Pse doli më i paguari? Dhe fillon këto që pas 20 vjetësh që u mbyll kontrata, ky mbaroi. Po vdes. As si lloj projekti më, as si lloj gjoja, dhe para 20 vjetësh ky ishte vetëm shiti dhe qenin. Nuk ishte lek të ushqente qenin e vet. Pra ishte një emigrant. Ke parë raste ti të shitesh shpirtit te kjo lloj industria? Është një pyetje komplikume në kuptimin e fjalës që këta nuk shihen direkt, por në gjuhë kam edhe besoj si është realitet. Mënyra e shitjes shpirtit është sepse satanizmi ekziston, grupe satanike ka. Kjo është e vërtetë. Shitja e shpirtit është që përmes kinematografisë të publikojmë ose të
të adhurojmë sa më shumë mjetet satanike, shenjat satanike dhe t'i publikojmë përmes këngëve, përmes artit. Kjo do të thotë çitja e shpirtit, kuptimin e fjalës. Edhe e bojnë shumë. Po, bëjmë emra, se zakonisht nuk bëjmë. Nuk na duhen emrat, nuk na duhen por e kanë bërë edhe ata që kanë bërë dhe karrierën shpejt, që thuhet ti, edhe karrierën edhe pa vlerë si aktor për shembull, dhe ka bërë karrierën, ose ka pas edhe talent, ndoshta ka bërë karrierën, ose janë hala dhe në karrierë nuk kanë dalë hala nga kjo sete ose nga shitja e shpirtit që mund t'i thomë ne. Secili merr atë zgjidhjen e vet, sikur thash për shembull, unë kom zgjedh të jetoj në mënyrën sa më i qetë dhe sa më i lumtur. Tashi, si folëm edhe për korrupsionin, çfarë bën të lumtur dhe çfarë bën të qetë. Në qoftë se na dom diçka, edhe për me marrë këtë për shembull, si mund të jenë një stil, ish stil, se po i them se tash ndoshta nuk është më në modë. Për me dalë me një vajzë, dikur ka qenë se ti do t'i thuash, jam i dashuruar, më në dua, do të martoj, ku di gjone, gjitha këto thashe themet e këto renat kanë qenë dikur për me dalë, për me pasi raport, se kanë qenë të gati tabu në kohën time. Unë është jushtë mosin 14 vjeqe, për shembull dhe kom pas se kjo nuk është rruga ime. Sepse në qoftë se unë i rena gjitha këto gjana, trupi jem edhe emocionet e mia dhe shpirti jem nuk ishin i rehatshëm me najt me këtë person. Se unë sa po e mashtrova. Edhe nuk e lvizjet e trupin, kuptimin e fjalës si dhe që me qurë në rrezik, për shembull edhe raportin që mund të kem me këtë vajzë. Sepse sa po gënjeva gjitha për shembull, edhe nuk ki emocionet që ti pote mo. Se ndove vetë në vështirësi trupin tënd. Se kur na thon gënjeshtra, ti mundohesh për shembull në psikologji janë edhe lvizjet e durve, syve, trupi. Devianca quhen këto. Po, gjitha këto quhen devianca, po. Edhe ti po i bane gjithmonë, herë të avon ti do kesh probleme si përfundim me vetveten. Edhe nësë du me pas probleme me vetën. Kjo është gjitha për shembull, unë du me jetu i lumtur. Vajza, mirë se vjen, si e kalon. Ki dëshirë të bimi kafe, ki dëshirë dalim, ki dëshirë për këta, po mirë. S'kia, trujt zoti. Ka që qeti gjithmonë dhe? Po, sepse kjo m'jep hala ma mirësi, qetësia, se nuk kom provu, ndoshta mos me qenë i qetë, edhe nuk kom kapu që. Në asë një lloj drejtimi. Që ke zgjedhur, se më pëlqen kjo gjë, se janë mesazhe neve na ndjekën dhe studentë rinj. Dje për shembull, më ka ardhur një student i inxhinierisë hidroteknike. Ndjek si tru podcastit. Që donte vetëm me më takonte me marr na dy këshilla vëlla. Edhe të njifte ty, njifte X-i, njifte Y nga podcasti. Edhe mi përmendje, 1, 2, 3 kam dëgjuar këtë të ky edhe du me dhon ca mesazhe. Pa shka se unë ndjem unë ndjem në herëzin në rabbit hole këtu. Thëm, po unë qatë dreqin dua vëlla. Kush do ta shpëtoj Shqipërinë? Unë do ta shpëtoj Shqipërinë me Lukçaj, me i cop podcaste. Me 30 metra katror që kam unë këtu, kam për ta kur këtu ka marr fera urratën. Këtu ka mbir shejtani në çdo shpirt. Është ulur. Një shprehje e kom dëgjuar nga një general amerikan. Tash emrat nuk e memorizoj shumë, por më intereson filozofia jetike për të. Edhe ai thanë që ose të më ndryshu botën, fillo bënë krevatin tënd kur qosh njes. Po, e kam dëgjuar unë këtë. Okej. Po. Është admirali amerikan, po, i ideas, i cilësave. Thash unë nuk më intereson shumë, po i them se emrat e njerëzve, të regjisorëve, të filozofëve, në i fjalë mjet ndrum për interesin që kam unë për fjalën që tha. Po.
Për me ju përgjith çdo njanit për shembull që don me ndryshu ose shprehin ose ashtu, kjo ishte pra fillon nga vetvetja. Pikë parë është që ne të logjikojmë. Që është gjëja më e lehtë mo. Jo, vallai, më e vështirë akol. Në Shqipëri tu me logjiku, po nuk do t'i vuanim këto 34 vjet na. Prit. Me logjiku jo për tjerë, jo për Shqipërinë, jo për veten, për veten. Vazhdon, se më thon, bëni pyetje vete, fillon logjikon për veti. Qa duone, qa më bën të lumturu mua, çfarë trupi dua, çfarë jetesi dua. Edhe përdor logjikën për me arrit atë që dën ti. Nëse ti dën një trup, jo, s'po thon perfekt për shembull, po një trup prezantueshëm, sikur e mojone për shembull, nuk ka ndonjë filozofi të madhe. Është ushqimi, është hecja, është 5 minuta meditim, po mund të jenë edhe 2 minuta, po mund të jenë nëse nuk ke mundësi edhe 30 sekonda, vetëm mbyllësit, edhe bën sikur i zgjuar, mos asnjë gjë mos mendo. Relaksoje 30 sekonda, i ka gjithë botë, edhe presidenti kanë 30 sekonda. 30 sekonda relaksoje çik trunin, qetësoje dhe vazhdo edhe herë. Dhe t'jepa stak, si i thonë për shembull, stak, si ta stakon. Për 30 sekonda ta stakon trunin nga stresi, nga jetik, edhe ta kthen në qetësi. Pra, po këto i janë kur ti dën, sepse ai gjithkush mund të na dëgjojnë tani. Edhe thotë, ka drejt, s'ka drejt. Mënyra se si e mendon. Po nëse ai e provon, logjikën për shembull me ushqimin, me yoga, me çdo lloj gjaje, ai fillon e gjen veten edhe kthehet logjika. Nëse çdo njeri nga ne për shembull nuk tenton ndryshimin, atëherë është vetëm mëshirë e Zotit, se na nuk mundimojmë kush nuk don, kush nuk. Këtë po them pra. Këtë po them që logjika këtu po t'ishte e përdorur. Do të thënë secili nga neve po të përmirësonte habitatin e vet. E di si bëhet pastaj një shoqëri e shëndetshme, duke mbledhur aritmetikisht të gjithë habitatet e shëndetshme të shqiptarëve. Duke i stivosur. Pra bëhet strukturë më e fortë. Nëse kemi këtë lloj logjike. Frymëzimi merret faktikisht edhe nga njerëzit që normalisht japin këshilla ose që kanë arrit ose që kanë jetuar dhe kanë dhënë për shembull mund të jenë politikanë, mund të jenë filozofë, mund të jenë mafiozë, çdo gjë merret nga ai që arriti diçka. Por edhe ajo se thonë për shembull logjike, njëri mundohet me njek ose me kur jenë stres ose jenë një jetë problematike, të shtynë me shkuet drejt keq ose drejt mirës, kthehen prapë te errësira dhe te dielli. Ajo shtyrja është gjithmonë ti çka ka vendos, ku e ka vendos me shkuar. Tash nëse ti je stresuar, që është në mes i stresuar, baja në familje ka hin dikush. Ai dikush ka dhimbje barku, ti nuk mund shkon në baja, ti duhet me hip makinë pa shku në baja, futesh në trafik, edhe nuk shkova as në baja, fillon stresi i dytë, mrinte puna, shkon aty e gjen edhe pronarin që ke shku me vonesë, e gjen hala më nervoz, edhe ai thot nëse po erdhe kështu do iksh edhe nga puna. Fillon punën, nuk nezet kompjuteri, pra çdo gjë ti shkon edhe një stres e mos stres, deri si plas. Po mirë, ke pasni ti që shikoj, Buda para se të bëj Gautama Buda, ishte Gautama Siddhartha. Ishte Brahman apo jo. Shtresa më e lartë shoqërore indiane. Okay. Pasardhësi i mbretit. Të gjitha të mirat, seksin e mirë, orgjit, ushqimin e mirë, pasuri pafund, kuaj pafund, pushtet pafund. Ai e lakët. Po para se të bëj Buda, gjithë udhtimi, journey e ka mbushur me vuajtje ata, që të ndriçoje.
ta prezumojmë faktin që ti e ke arritur këtë lloj qetësie që të bësh atë meditimin tënd, gjesh atë çerekorshin 10 minutë, 5 minutë, 30 sekondë tënd. Po. Na trego pak për udhtimin për të vajtur deri këtu. Këta është shumë pyetje interesante dhe shumë me vlerë për ata që dëgjojnë, se udhtimi për me mrin këtu është shumë i vështirë. Për ata tash për me qenë i mirë, duhet kohë shumë. Edhe për me mbeti mirë, duhet durim shumë, edhe kuraj shumë. Se në kohët e sotit, për shembull, njerëz të mirë, për fat keq ose njerëz korrekt, po i them, se s'po them as mirë, ka pak. Se gjithë njekun turmen, sikur kur është koha e Covidit. Vaksina, gjithë ka vaksinë. Unë isha një nga ata që nuk e bona dhe na diskriminuan, keq trajtuan, nuk na lanë kafe në Gjermani për shembull, dhe në Itali, kisha një event në Itali, desh me dalë gjithë publikun nga teatri, nga aty që unë isha musafiri, edhe u desh me dalë në pjacë, me ula të një kafe, me nuat bezin e bardhë, me shfaq film dhe gjithë me i bën jashtë, nga që mu nuk më lanë me hi, se nuk isha i vaksinuar, por kisha testin e Covidit. Rrugtimi ka normalisht vujtje dhe gjitha të bajnë këtë person. Në qoftë se dikush arrin me kuptu pa i kalue, ai do i bajnë një ndër shumë të madhe vetit, sepse do kenë kohë shumë ma shumë në dispozicion. Për shembull, tash dikush na dëgjon, edhe i merr këto që po flasim na. Ai nuk ka nevojë për 10, 15 vjet, 20 vjet që unë kam kaluar për shembull në shtetit huja. Edhe për vujtjet edhe për gjanat që kam bënë, se unë më ka jep atij falas. Është i shpreh që e përdorin edhe këta reperat Lyrical Sani për shembull, ose çuna që kanë lexuar, që lexojnë lahutën e gjithë, që e kanë artin e tyre. Nuk më duhet për me vendos dorën zjarr që ta di se më djeg. Eksakt. E njëjta gjë është. Eksakt. Ajo është zgjuarësia për shembull. Nëse këta e përdorin zgjuarësinë, në këtë moment ata, po jo vetëm nga unë, nga shumë njerëz, se ka shumë njerëz, ka shumë në Instagram, shumë profile, ka shumë filozofa, ka shumë dietar, ka shumë guru që thonë drejtën, që thonë vërtetën, që frymëzojnë rinin edhe njerëzimin nëse dën, po problemi është ta dën. Çdo njeri nga ne duhet me dasht. Duhet me dasht edhe duhet me urua vetin. Dhe duhet me qenë mirënjohës. Atë që ju thëmë gjithmonë kur vinë në Shqipëri, pse nuk jeni mirënjohës? Na nga erdhëm. Unë kam shkuar në shkollë, kisha një palë këpuca, një këmish edhe një parë punëtall për shembull fëmijë, 2 orë kam shkuar në shkollë. Sot këtu i në Tiranë, shkojnë me autobus, shkojnë, kanë veshje, kanë mathe, kanë çdo lloj gjaje dhe prapë si shet në fytyra, sikur thash kur erdha nga universiteti i bashkë studentit me fytyra depresive. Dielli ka në Shqipëri, nuk je në Gjermani se. Në Shqipëri, në Gjermani për shembull, e ki arin sikur duket ari, duket mjegulla, sikur është janë djeg në ndi, djegun për shembull ka 60.000 njerëz i djegun në lum, edhe bëhet ari mjegull, edhe tim djegje që unë kam qenë vetë Varanesi quhet, është një gjatë mërshme. Edhe Gjermania nuk e ka as strana ajri, po mjegullin e ka kështu me muj, jo me ditë po me muj. E kam parë vet. Edhe për shembull tu nuk e di ç'a po çon as kesh që me pas atë fytyrë 18 vjeç, 20 vjeç. Unë me të gjitha të vështirësi o dhe moshat e mia me gjitha të vështirësi, 20 vjeç na kemi pas një energji për çdo gjë. Na hangshim për shembull një darkë me hangër te i shok, ishim të lumtur. Një bluzë, një këmish, 3 me ble, ne ashtu ke lumturin për edhe për 3 muaj tjerë. Po ma shpjego. Domethënë, mos është kjo nga që nuk keni pas informacion o kol, edhe ju kënaqnin gjërat vogla, apo nuk kishit shumë larmishmëri gjërash, sepse edhe në fund ditës me qenë, unë jam i bindur vlla, që me dal lampa Aladinit, të japësh si shqiptari, të treja dëshira do t'i shkoj dëm. Se do t'i bëj me urrejtje. Do t'i shprej me urrejtje, pra me ja heq tjetrit, jo me i shtu vetë mirën.
Sepse këtu jemi para, i ke gjitha këtu në Shqipëri sot. Atë luksin që ti shikon në Paderborn apo në Berlin apo në Kana, gjitha e ke edhe këtu. Ke lokale që nuk futesh dot vlla. Edhe femrat bukura, nuk besoj se ka femra më të bukura. Serbet janë më të bukura se sa tonat, po Se besoj se ka të bukura boll. Gjithsesi bukuria femrat bukura ke. ka, patjetër, shumë bukura. Vendet bukura ke. Nuk është se ne jemi një vend për shembull si Singapori, që shtet ishull peshkatarësh të varfër, erdhi Lee Kuan Yew edhe bëri tigrin e botës, vendi me GDP më të madhe, sa aty do vullnet, do bolls, kur thonë, do burrnie, do burrshtetasi, që ta arrish deri në atë lloj niveli. Ne nuk kemi, ne kena burreca shteti, po nuk kemi burra shteti. Tani, fakti që neve i shikojmë gjithë të mirë materiale, po nuk e prek dot. Mos është kjo një arsye për depresionin? Si e mendoni? Ashtë. Por është edhe një gjë tjetër. Dhe nga ndryshon nga Gjermani i ri. Një Gjermani i ri për shkak nuk i vret fare mendjen. Nuk kam parë në Gjermani, nuk kam parë një djalë të ri ose vajzë të re që të kishte makinë luksoze, të betohem. Tu ke Po ja, kjo është e mira. Atëherë, Gjermani ka arrit mos t'jep vlera jetës dhe gjanave që kanë vlera. Jo gjanave të pa vlera. Shqiptari jep rëndësi gjanave që s'kan vlera. Çfarë do të thotë? Makina nuk ka vlerë. Shneti ka vlerë. Për shembull, nuk e di a ke dëgjuar jo, por a ke dëgjuar për varrezat e makinave? Po. Okej. Po për varrezat e veshjeve? Ja. Njëta gjë. S'kam dëgjuar në varreza veshjesh, po pas ka dhe varrez veshjesh. Në Afrikë është varrezja e veshjeve, që do të thotë me kamiona, me miliona kile veshje, është me meturina, për shembull, sa gjithë Tirana është vetëm meturina. Meturina, po rroba, edhe të papërdorën, edhe të përdorën, çdo lloj rroba aty është me kilometra për shembull rroba të hupuna. Sikur makina, për shembull, si është në varrez. Çfarë do thotë makinë varrez? Makinë e re, edhe rrin aty, është në varrez. Ajo ka lind e re, nuk është përdorur kurrë, edhe aty të vdesin, edhe 30 vjet atë do futet do digjet, do bëhet hekur edhe herë, do shkrumohet, si thonë një fjalë. Me këtë çfarë do të them për shembull? Sepse është manipulimi, besoj si shqip Manipulim, po, manipulim. Është manipulimi i politikës edhe i biznesit që njerëzit konsumojnë konsumizmin. Konsumatorizmi, po. Duhet konsumojnë. Edhe më fal për shprehjen, po burdalla konsumon. Gjermani si thotë që nuk konsumon. Gjermani ka për shembull, po flasim një kostum, më pëlqen kostumat e Edhe mo. E përdor ata. Kurse tjetri që s'ka kulturë e ble tjetrin. O kol, ka vajtër mua bedi vlla. Unë për shembull jam fan si Hugo Bossit. Po. E kam dashuri atë lloj marke për burrat. Edhe Pol Sharkun, që është vetëm mashkullore, po që është pak më casual. Po unë me jetën që bëj unë, edhe ti që duhet me vajtën për konferenca, duhet me u prezantu me njerëz të ngritur e gjithë me radhë, unë nuk mund vetet dot me një kostum që të vesh mokasino poshtë, të nxjerr kërcirin dhe ta mbaj këmishën e hapur deri te gjoksi me një xhaket. Ajo mund të jetë modës o vlla, se e ka bë Armani, e ka bë, nuk e di unë kush e ka bë, Prada, XY. Po mua nuk më fito vlla. Sepse mua nuk më duket burrnora. Edhe unë nuk vete kur ta blej ato gjëra. Sikur ti pres lekët me gërshar. Kjo është ajo që ty të paraqet kush je ti. Në qovë se ti njek turmën, do veshesh sikur turma. Qovë se ti ki karakter, ti veshesh sikur je ti. Qa do të thotë? Për shembull, unë kam një veshje, unë mund ta vesh edhe ata me mokasinin se zoti për shembull, por do të thonë truni im. Po. Jo që ndjeku të tjerë. Po. Do ato truri çfarë po bën o vlla. Do të thotë truni, për shembull, ajo veshje më pëlqen mua. Kur shkoj në Kan, për shembull, shkoj me veçanti. Shkoj stili i Sokollit. Për këtë edhe mund ta flasim pak, për shembull, absolutisht. Brand timin. Ke brand tëndin.
që është në zhvillim e sipër. Ke brand. Edhe është stili im. Mund ta sjellësh tu. Ta marketojmë falas. Edhe mund të bëjmë marketing, po sikur thash për shembull, marketingi bëhet live direkt me një person. Ti bëjmë marketing kështu për shembull njerëzit e marrin për ata që për shembull si je në pikpamjen time, si je nuk i kapacitet për me gjetë investimin. Shikoj. Për mendimin tim vlla, e vetmja gjë që nuk ka bërë marketing ndonjëherë, është vetëm një paketë cigare që unë s'du ta them se nuk lejohet ti bësh marketing paketë cigareve, po është e holl. E merr vetë me mendje. Okej. Është kjo këtu. Okej. Vetëm kjo nuk ka bërë ndonjëherë marketing dhe është më e shitur në treg. Sepse është fokusuar. Po te Coca-Cola bën marketing vlla. Është marketing $30 milion, $300 milion. Pra Shakira te Waka Waka në 2006 botrori i futbollit në Afrikë, në Gjermani. Ka marrë 38 milion euro për 2 minuta valla nga Coca-Cola që ka kënduar atë këngën. Pra bën një lloj marketingu shumë cilësor. Dhe fakti që ti të bën marketing nuk do të thotë që ti nuk e ke vlerë atë. Thjesht duhet ta vendosësh në dukje. Dhe varet pastaj se ku e marketon. Sipas teje, Louis Vuitton ose markat e tilla bëjnë marketing? Bëjnë valla. Pafund. Bëjnë, po marketingu tyre është formë tjetër marketingu, sepse ata marrin model. Ata kanë një marketing stil, se më thënë, stil në veti. Po. Që do të thotë, kanë fut një lloj njerëzimi ose një lloj klas njerëzish që përdorin këtë markë, edhe që e shtin mundje sikur ti merr pjesë nga kjo familje. Sikur Rothschild ose kur gjitha familjet e pasura. Po. Edhe ai që prezantohet për shembull me Louis Vuitton, prezantohet sikur ti je pjesë e atij grupi. Edhe ai është marketing nga tyre. Po pra, se më ndjekin modele. Pra, Louis Vuitton një grup vetëm. Ai ka bën se është kanë një stil jete që prezentohen me veshjen edhe janë pjesë e atij grupi, për shembull të pasërve, po i thotë. Shi, Louis Vuitton me ma fal nuk e marr për post një çantë për meshkuj që e përdorin ver, borsetat që quhen në italisht. Veshjet që bën Louis Vuitton mua më duken shumë më burrnore valla. Unë jam te klasikja. Pra kostumi është kostum, një ngjyrsh, kollarja, jaka që janë 4 forma jakash, angleze, amerikane, ruse, italiane, gjitha me radhë që varet edhe nga koka e kollares. Po nuk e mendoj dot domethënë që të vishesh me taka, mashkulli të vishet me taka valla. Nuk e mendoj dot unë. Mund të jem unë shumë i prapambetur, mund të jem unë kokra e ignorantit, a kupton? Nuk e ka lezetin e vetë dhe nuk e ka, po gjithsesi njerëzit nuk, sikur tham parë, nuk e që kanë karakter, ata do njekun tjerët. Pra çdo mod që ka është me masa, si me njek një tjetër. Po pra. Ishte masa ajo, moda xhinksa që hala s'ka ik. Po. Ajo ka dalë nga burgu. Vetëm afroje pak mikrofonin tu. Ajo ka dalë nga burgu për shembull. Edhe si doli, për mos me komentuar shumë ata, doli me një stil shumë të veçantë. Me shti me kuptue burrit për shembull që jam disponim. Ashtu dula ajo. Tash e mor havë në gjithë botë, xhinksat poshtë. Burri me xhinksa poshtë edhe të traumën si tutat, si klinat si kanë pas dikur. Edhe kështu vazhdoi për shembull, nuk e bën 10 vjet. Hala s'ka, në Amerikë hala është ajo mod. Po kjo më rri edhe nga pse është financuar? Kjo është financuar se gjithmonë gjanat që manipulojnë njerëzimin, gjanat që degradojnë njerëzimin, financohen nga politika, financohen nga elitet edhe nga familjet e pasura.
sepse nuk duhen zgjuarsi. Duhen sklever të bindur. Eksakt. As në veshje nuk duhen zgjuarsi. Po. As në stil nuk duhen zgjuarsi. Po ti shikoj arkitekturën. Unë këtu me avokatin shumë herë flasim për arkitekturën. Sepse unë besoj se çdo gjë është e lindur me psikën. Me psikën e njeriu. Ashtu. Domethënë burgun se di nuk quhet burg sepse është për rehabilitim. E ke plot ngjyra, e ke me televizor, PlayStation, bibliotek, gardianët flasin mirë, ushqimi është shumë i mirë. Edhe ai tjetri aty kur futet brenda për një krim e gjë ndihet keq o vlla, thotë. Dale, shikoj si po më trajtojnë. Nuk duhet të përqafoj të keqen, do të dalë dhe do t'i rikthehem jetës mirë. Po ti shikosh burgjet për shembull, janë vetëm me kuadrat, gri, zez, bardh, ngjyrat. Po shikosh arkitekturën e komunizmit të neve, ti e ke përjetuar. Para fabrikata, peskaç, gri. Pra as të bardha zez gri vlla, është ajo ngjyra e Gjermanisë, gria që të fut në depresion. Domethënë me të kap cikën. Po Gjermania ka një standard njerëzor të mirë, po sistemi është shumë i fortë, sistemi është gri. Gjermania ka punëtor. Po. Gjermania ka shumë respekt të lartë për shembull për punëtorët. E kanë provu vetë. Është një jetë e mesme. Por nuk ka si ka shumë talente, shumë genius. Dolfi një gjë e patit mirë, se ata me praktikën e Dolfit po ecën nacional socializmi, vendosi punëtorin të parin, edhe pse iku Dolfi, ata prap punëtorin mbajtën të parin. Dhe prapë brejtë morën dorë. Dhe prapë brejtë morën dorë. Ata e kanë. Qësi, a i dojgji myti, po kur ikuaj, prapa ata e kanë. Gjithsesi. Po është për me thënë për shembull se Gjermania ka sistemin e punës, edhe ka sistemin e jetikës normale njerëzore, të mesëm që gjithë jetojnë mirë, por nuk ka revolucion mental o gjëna tillë. Për shembull ata jetën e kanë kështu, sigurkali, drejt, shtëpi, tokë, fabrik, punë, pension, edhe kaq. Nuk ka si kanë shumë, se me thënë ty, shumë zhvillim nga ana mendore. Ka zgjuarsi, nuk ka si mund të them se nuk ka zgjuarsi në Gjermani, por është në raport me popullsinë është shumë e pakët thotë. Sa ata janë 8 milion banor, 9 milion banor, sa. E kanë një mentalitet shumë të fortë edhe shumë të bllokuar në atë mënyrë. Ata janë lojtar skuadre okol. Po, ata kanë të mirë. Edhe kombëtarë e Gjermanisë kur është pyetur, "Ore, ju s'keni një toptar?" Po pra, po Gjermania është për toptar. Ne luftojmë që Gjermania të jetë topi art, marri botrorin. Ne nuk kemi interes që të dalë një lojtar i mirë në skuadrën tonë dhe të tjerët të jenë grop. Ne plotësojmë njëri tjetrin. Për shembull, në kompaninë që punoja unë, Tier Company, aty ishin të ndarë vëlla. Ti do riparoje skuterin. Ti do ta hiqe skuterin. Ti do ta karikoje skuterin. Ti do merre këtë video do ta çoje këtu dhe ti do ta pastroje. Dhe asnjë nuk hynte në punën e njëri tjetrit. Atë aty puna gjithmonë bëhej, se kjo është më e bukur. Aty bëj puna. Bëj puna. S'futet njeriu vëlla, më thon thoshte që shikoj se e di unë si bëhet kjo, nuk t'jep njeri mend. Unë kur kam shku për herë të parë në Gjermani, kam qenë pisha hala dohanin. Po. Se e ke lënë tash po, e ke lënë se sa piva si po. Ka shumë 7 vjet që nuk e pi më. Edhe mësua në Itali hedha cigarën. Besoj si nga kati i 5, po një bërtit maq të madhe gjermanisht dhe gjermanisht janë shumë e egar. Po. Sa gjithë trupi më rrsheth mund nga e keqja kur ndeva të bërtitën, po nuk di ta gjana dhe ku ja ka bërtet. Se edhe gjermanisht nuk kuptuesha mirë. Por shikoj kështu lart si këto shajzën. Merë cigarë, shpejt. I kom bë targas makinës, i kom bë makinës tonë, i kom bë fotografi. Të shkojnë direkt në polici, merë cigarën, edhe i këtha se aty afër është kopshti i fëmijëve. Unë as se kisha pa kopshtin e fëmijëve, ishte me vërtet. Kur ktheva djatha skryet për randë kindergarten, po. Edhe nga aty edhe kafja. Edhe kafja e dyta se në Gjermani për shembull ti si ke qenë din bite. Po. Ju lutem. Po. Unë në shkoj i ditë isha si në mendime dhe i them një kafe. Kafja s'vjen. Edhe
dikur u mërzite, shkoj tash po. Kafen e kom përësit. I thash, t'lutem. Tash po tha. Bite. Do të thënë mua ajo që më ka mbyllur qepenin vetëm se sipas kam thënë bite në orën 3 të natës. Po si tha bite aty nuk hapin asnjë rrugë. Unë thosha zwei Schoko Brötchen und eine kleine Espresso. Bite. Was? Vas edhe sta jep. Po pra, më bënde vas, po unë... Po. O lisha në punë vlla. Tash në tank shtele, më bëj 2 brioche dhe një kafe se vdiqa bur. Nuk ta jep. Du verstehen nicht unter mua, ti s'ke për të bler as si lloj gjoje këtu ma mbyllë atë. Asnjë gjë, ti s'e njashta. Për atë zotë di jam djer. Unë kam qenë me ta thënë drejtën, nga fëmijëria gjithmonë i sjellshëm, edhe me edukat. Por ka pas gjëra si na për shembull nuk ju jep vlerë, edhe këto për shembull për ata është njeriu që udhton, që vizion jetën në shtete ndryshme, bëhet një paketë shumë e rëndësishëm, sepse disiplinat janë ndryshme. Ne këtu kena pas si malësi dikur edhe në fëmëri, kena pas fjallën, burnin, pritjen, gjanat. Po nga disiplina, për shembull, sikur Gjermani, sjelljet, vonesa. Ja tash 2 ditë që kom Tiranë, për shembull, si pata takimit e gjanë, dikush vjen një gjysore, dikush një orë. Mu më ka ndodhur vetë. Mu më ka ndodhur vetë në Gjermani me shkuar për shembull. Si pari me mu pra, një orë me vonesë. 20 minuta me vonesë, edhe më tha hajde mas 3 muaj. Sash po ka qenë një aksident edhe ka dek një njeri. Edhe ishte vërtet. Kish bën një aksident edhe kish dek një person në rrugë dhe ishte bllokuar gjithë rruga, policia, ambulanca, çdo gjë. Nuk i intereson atij, du nisesh 1 orë, 2 orë para, ti ki takimin këtë filan orë. Tash do kalojnë gjithë kjo kohë, gjithë ta njerëz dhe do paraqitesh prap. Hajde prap me vonesë, s'ka problem. Shikoj që ajo të kalit, Gjermania të kalit. Sepse është sistemi vetë i tillë. Atje dru të veje, mbojsh e dru i drejt. Nga dru i shtremër, ata të latojnë. Atje kërkon kohë. Që do thot kohë. Do më thënë, do kohën, do 5 minuta, ta kapësh, ti je sharp në orar. Ishte vetë sistemi aty. Ti nuk e kuptoje, thjesht ndodhte. Po. Sepse ashtu funksiononte sistemi. Pra kjo që të ka ndodhur ty me 3 muaj hajde më vonë, ti tani e ke kuptuar si buka që haqe për një takim të rëndësishëm duhet nisesh 4 orë para, ta presësh ti. Eksakt. Qoftë edhe një orë ta presësh që ti je sharp me atë. Sepse ti ke interesin. Për ta taku. Po i marr edhe taksin. Çdo gjë, edhe pse ke paguar ti për shembull, edhe ajo prap bite, edhe faleminderit. Shkon në restorant do gjana për shembull të lutem edhe faleminderit, edhe ajo ka të shërben ose ti je klienti për shembull e ka çelek, por prapse prap ti duhet më qenë ai që i jep respekt më shumë se ti e ka lyp si përfundim. Ajo ka të jep shërbimin. Po. Por ti duhet më qenë gatishmëri. Taksia po erdh ose Uber. Po erdh aty dhe nuk gja ik. Lek do i pagush ti. Je i lumtur vëlla. Unë jam i lumtur jo për Gjermaninë, po jam i lumtur si person. Pse? Si e definon lumturinë? Lumturinë e definon nuk ka një definicion. Ti personal. Po pra, definimi jot personal. Pse e quan ti veten lumtur? Unë njeriu mund ta quajë veten lumtur. Unë e quaj veten lumtur kur ti qohesh mes edhe falenderoj Zotin për atë që ke. Edhe je i lumtur që e ka bën atë që don. Për shembull, i ka një pasion ose ëndra tua, nuk ka ndiku kush në jetën tënde që me të manipulua ose me të ndryshua drejtimin tënd, edhe ti ki arrit me marr vendimet, për shembull, vendimet nga zemra jote, nga mentaliteti yt. Nuk ki influencë nga të hujt në jetën tënde. Nga askush, ajo sjell lumturi. Edhe me e falë vetën për gabimet që ki bën. Nëse quhen një gjë se ti ki bën gabim në jetë, këtë duhet ta falsh vetën, edhe me hec përpara. Edhe ajo krijon një farë shpirti, një farë personi të lumtur automatikisht nga gjanat edhe nga vetbesimi edhe nga mentaliteti që ki krijuar, krijon edhe lumturi.
kjo është ajo që mundna me të përgjigjë dhe me ta shpjeguar si mund të jenë lumturia në vizionin tim. Po për djemt vlla që apo vajzat, po djemt sidomos, që më të prirur të emigrojnë. Duan ta lënë vendin. Që ç'është e vërteta vlla, kur e mendon, këtu është për tikur natën, jo ditën. Nga ky vend. Ne nuk na dhëm shpirti. Se kush është ai që do me lënë vendin e vet, a kupton? Po është bërë jetë shumë e pajetueshme. Ka një energji të errët, demoniake do thoja unë. Njerëz pa shpirt që kontrollojnë shtetin. Një bunch of idiots që janë mbledhur aty në parlament dhe kanë fatet tona që i miratojnë fatet ligjet si të dojë qefi tyre në bazë të interesave ekonomike që marrin. Ka shumë djemë të rinj dhe vajza të reja që po na ndjekin tani vëlla. Çfarë do t'i sugjeroja? Do t'ju sugjeroja që me njoft vetveten. Për shembull, unë kam ja kam filluar me ikë, jam kthyer, po kam ikë si përfundim nga Shqipëria, ja kam filluar me ikë qysh 14 vjeç. Ti mund të thuish pse? Sepse unë kam njoft vetveten, po të kisha ndajë në Shqipëri për shembull sot nuk do isha në këtë intervistë. Se e kam njoft vetveten që unë jam i drejtë dhe në vend pa drejt nuk jetoj dot. Ka vetëm dy mënyra. O me liftua edhe me besu në drejtësi, edhe në diellin, kuptimin e fjalës që në errësirë, edhe me përcjell ndryqim. Sikur unë e përcjelli për shembull mas shumë vujtjeve, me muhabet, me përqafim, me çdo lloj mënyre që të kesh, ose këshillimi është edhe me lanë me ikë nëse ti nuk e gjen vetveten. Sepse jeta është e shkurtë. Në qoftë se askush nuk të njeh edhe ti për shembull bequjmë se keni familje 5-6 anëtar të familjes, edhe askush nga familja nuk kupton, ti nuk e gjen vetveten në këtë familje. Edhe se me thënë patria ose vendlindja është sikur familja. Që ose askush ty nuk të njeh edhe ti mundohesh për këtë familje, mundohesh për këtë vend, askush nuk të njeh, domethënë si ti e ka humbur sepse njerëzit që janë aty nuk janë kaluar me të njeh, nuk janë kaluar me përmirësua. Ajo që ju thëm jo trive, se trit janë në sund të mëdhajve. Problemi është që të mëdhajt ata që kanë bën dhe kanë fëmijë këtu, ata që kanë pozicione politike ose geopolitike ose fushi për shembull generala ose politikanta, edhe kanë fëmijët e tyre që janë këtu në gazetar, famshëm ose radio televizion ose televizora, mundësi ekonomike dhe gjana, ata duhet të bëjnë po atjetër diçka për këtë vend, sepse ti e ka i bën fëmijët edhe e ka i lënë një vend që nuk ka shpresë. Pra ti e morë këtë guxim me bën fëmijën tënd, por nuk e ke marrë guximin me dal për 10 fëmijëve tu. Sepse pasuria që ka vlet i fëmijëve tu nuk i mbron. Energjia është sillet, sikur moti kesh sikur virusi. Ti nuk i mbron me pasuri. Ai del, bën aksident edhe të vjen i vdekur në shtëpia. Nuk ta mbron pasuria. Del kulturën, disiplinën, gangstierin, thika, pistoleta, ta vret. Nëse ti ke mbjell këtë lloj disipline në rini, edhe nuk e ka bërë si lloj gjaje, ti si general ushtrie, ti si general policie, është më mirë ledi tyre edhe ik edhe ti nga ky vend para rinis. Sepse para 3 muajsh për shembull Madagaskar e përmysi sistemin. Po dul generali i ushtrisë, e mor ushtrin, e rrethoi politikën, e rrethoi parlamentin, edhe u dorëzua edhe rrezoi sistemin. Por dikush duhet me dal nga të troja që me bën lëvizjen e duhur. Ose përndryshe këta njerëz, këta burra, po i thrasin burra, shpresoj që ka do dalin një ditë, do të marrin guximin me bani hap përpara. Rinia e ka zgjedh këtë lum njerëzish këtu përpara politike. Ajo ça presim nga rinia? Ça do të bëjmë? Ça më bën? E ka babën e korruptuar, të prishun, të kalbën mrena. Ça më i thon babës? Nuk je më baba im?
Ai vet baba o ka jep korrupsionin edhe ndikimin e keq fëmis. Si model. Si model. Çai thot për, a më ne japim për shembull, a më nison babës ti si e babi keq ashtu? O do ta pranoj ashtu siç është baba, ose do ta lë edhe babën edhe nanën edhe vendin. Po na jena modeli i gabuar. Na dulem nga komunizmi, s'kuptuam asnjë gjë. Na bëm pasuri, s'kuptuam si është pasuria. Nuk mundëm kur fallë disiplinë me punë nga shtetet e huaja me punë në Shqipëri. Ata emigrantët që kanë janë kthyen kanë bën biznese gjana. Biznese, çfarë biznesesh? Për shembull, na kena folur në kam dhënë një ide, ma kanë propozuar për në Shqipëri ti e din që të kam fol për një qendër shumë interesante, shumë të bukur, edhe nuk e kam pranuar për me punë në Shqipëri. Pse? Shqipëria nuk ka nevojë për pallate. Ka nevojë për spitale. Ka nevojë për ferme bujqësie, ka nevojë për mish, për djath, për bëlmet. Erdhën këtu i dashur Sokol, fondet e IPARD-it për agroturizëm, për baxhot mëdha, për vreshtari, për ullinj. Okay. Por me legët që erdhën nga Europa, politikanët dhe bastardët që i rrethojnë këta lloj politikanësh, bën vila 4 kaça për veten e tyre dhe fëmijët e tyre. Nuk është se s'ka ardhur këtu vëlla. Po, ajo është për mesazhi se thash se politikanët një ditë do ta paguajnë më keq se fukaraja, se sot ai mallkim që fukarajt japin sot, ai është sikur me ngjujt topin në mur. Edhe topi kthehet mbrapa. Ka për shembull në Shqipëri, nuk e di tash me shifra, po ka me mira familje që nuk kanë bukë me hangër. Po. Nuk kanë minimumin jetik. Edhe kjo është turpi më i madh e njerëzor për shqiptarët dhe për shqiptarinë. Mos me pas bukë një nan, një barak ose një shtëpi të vjetër e lanën aty si për gjëna. Mos me pas bukë një familje, fëmija pa shkollë, dath ka hecin këtë vite. Kjo është turpi më i madh për politikën shqiptare, po edhe për njerëzit e pasur që marrin pasuri të tokave trojeve shqiptare, sigur kanë minjera, kanë naftë, për ata është turpi më i madh. Sonë nuk flas për kurën që punojnë për shembull si punëtor, infermiere, policë gjana. Ata janë sistemit edhe punojnë për me mbijetuar, për me jetuar, po i thonë se jetojnë mirë. Po këta që i marrin për shembull ti personi që ka një fabrikë që nxjerr për shembull se ka drejtën me prej pyje. Personi që ka drejtë me nxjerr krom. Personi që ka drejtë me marr naftën. Ato janë edhe të mijat. Janë edhe tuat. Po gjatë kësaj kohe si na dy e ka nxjerrim, në njëjtin vend është ka des një person unit. Edhe ai mallkim që ai e nxjerr, ai mallkim nga zemra, nga Zoti, nga universi, do sillet rreth rrotull dhe do i bien gjithë Shqipërisë, gjithë shqiptarëve. Për ata nuk është e mundur që Shqipëria do ecën përpara. Në këtë lloj mënyre, qofse Shqipëria ose çdo vend bote do me ecë përpara, duhet të bashkohet në njëjtin bekim, jo një mallkim edhe në bekim. Se nuk është Ç'është gjithë kjo urrëtie që kemi neve ndaj njëri tjetrit okull. Domethënë, s'është as urrëtia në thelb vëlla, kjo është më kujtohet ajo shpreha e Napoleon Bonapartit që thoshte, nuk është problem uria e të varfërve, po uria e të pasurve. Drejt. Se urinë e të varfërve e zgjidh. Urinë e të pasurve si ta zgjidhim vëlla. Uria e pasërve janë bërë makuto kol. Janë bërë makuto vëlla. Nuk po themon që s'ka oligark Gjermania, se ka fabrika që vetëm shtollun nga ty me 24 në 7. Oligarkin nga Gjermania e jep lekun në Gjermani. Po. Dhimbje fjalë që ai është oligark, ka një fabrikë, por në fabrikë për shembull punojnë, paguajnë taksat, financamët e din në një gjithë bota, edhe fakara për shembull një njeri që s'ka punë, s'punon, ose don me punua, gjithsesi e ka shtëpinë. Shkon në shkollë fëmia, ka me hangër. Minimum jetik. Pra do të thotë që këto oligarka që në Shqipëri për shembull nuk i bojnë to.
Ky e merr pasurinë shqiptare, çdo njeri shqiptar, se pasuria e tokave edhe pasuria për shembull deti, pyjet, miniera, orë, florini, nafta janë shqiptarëve, nuk është as e politikës as e kukujt. Oligarki që merr një miniera ose një gjë, për shembull, ai duhet më kanë normalisht nga shteti obligim për vendin ku ka vjen kjo mirësi. Nuk pos nuk doli dikush si me bani transferim për shembull, me bani një havë, sikur thash para për shembull, një njeri i fortë që me marr guximin me i dal përballë korrupsionit dhe politikës, sikur kanë padal në atë kohë, si për mirë për keq për shembull kur për më urzu komunizmi, ka dal një grup demokratësh edhe kanë dalë përballë. Pavarësisht se demokracia nuk e hapi komunizmin e hala na kena komunista në politik, kështu se hala, kur i hoqëm. Komunistat për shembull nuk u denoncuan, nuk u diskriminuan, nuk ikën. Janë hala këtu. Janë më të fortët politikanë në demokraci, në kuplimin e fjalës se komunistat janë sot në partitë demokratike. Janë partitë komuniste, socialistët janë demokratët janë socialistë. Në kuplimin e fjalës se nuk ju hek raja. Është sikur smundja e keqe, nëse smundja e keqe nuk ja kaput rajt, për shembull një kërpur në thua që janë të kërpurdha që dalin nga lagështina ku shkojnë për pishina e gjana, i ka rajt e thella edhe ka puna shumë sa është e pa imagjinueshme. Asaj po se djegë rajt, ajo nuk ik. Edhe komunistët shtuan, po si djegën nga raja, ata do dalin prapë, do rigjenerohen, sikur smundja e keqe. Në 6 nëntor të 2025-s është miratuar ligji i barazisë gjinore, ku njeh më shumë se sa 2 gjini Shqipëria. Dhe për mua është auguri më i keq në shoqëri e cila është në tranzicion të zgjatur. Dhe kjo është fal atyre politikanëve, atyre maskarenëve që nuk din me lexu vlla. Sa ofertat kanë ardhur në jetë nga llozhat ndryshme, pafund. Me shifra që ndoshta ti s'ke për t'i bërë kurrë, bashkë ne të dy të punojmë një jetë, ashit, na japin na 200 vjet jetë, nuk e për t'i bërë dot ç'a mund t'i marrësh me një çek, na merri. Pse e ke refuzuar? Është krijuar një ideal jetese, është krijuar një karakter, është krijuar një tundime kanë gjithë o Sokol, tundime kanë gjithë vlla, edhe ti ke pas tundime. Nuk besoj që kanë të më shumë zona. As vujtje, as zor, të kuplimin e fjalës edhe shpirtëror, sepse shpirtëror për shembull më shumë se një emigrant nuk e vu askush. Sidomos një emigrant që ka dhe shpirtin në dhe edhe si the shpirtin në dhe? Shpirtin në dhe. Në dhe. Në dhe, jo në dhe të ishte çik më. Jo, po thash metafor. Thash metafor. Shpirti në dhe është metafor shumë e bukur. Shpirti në dhe në kuptimin e fjalës që e do në dheun. Unë për shembull kur më ka ra puna edhe në film në vendin ku kishim xhirimet ka qenë flamur shqiptar. Po. Sa është simbol për shembull që je ka prezantuar dheun. Në festivale gjëna nuk kam 2 në shtetësi, edhe pak po 3-ën se kam ndeshte, edhe gjerman, po jam në shtetet italian, për shembull nuk kam thënë, nuk them as kam thënë asnjëherë vetëm kur nxjerri pasaportën që më duhet për udhëtime, po se kem shumë lehtësime, kem shumë lehtësime, po. Po jo, shkon në Amerikë, shkon në vende për shembull që duhet viza, duhen probleme. Po, pasaportën edhe marrën punë. Pasaportën edhe marrën punë. Po më pyet kush për shembull nuk them se jam italian. Them jam shqiptar. Edhe kështu do jesin se unë shqiptar jam. Por kjo vujtja shpirtërore për shembull është e madhe. Nuk ka të bëjnë nga vujtja, ka të bëjnë për shembull sikur thash se na do mundohem me po çka ka duam jetë. Çka ka ndjekum. Dhe çfarë do të vinë mbrapa më burr, për shembull nëse ti e njek një rrugë si do me bën lek shpejt e shpejt e shtëpia e gjana. Si do ndihesh pastaj?
pyetja është për shembull, unë do bëj këtë investim ose do bëj këtë lokal ose do shkoj në Gjermani dhe shes çfarë s'duhet me shit për 3 muaj, Do për shes 6 drog, muaj. po. Po s'pe e thom emrin. Edhe kthehena në Shqipëri e kam vilën. Simas ti e kjo vila do të bëjnë bërishet, ky lokali do t'japin ato të Vallai asnjë lloj gjëje që vjen nga harami nuk bëhet halal valla. Po jesë për lëm këtë haramin, po simas ti si person për shembull, rrin dot pastaj me këtë lokal, me këtë shtëpinë, Ja. o shkon prap? Ora problemi nuk është që ty do të vrasen asë. Po jo, nuk është të të vrasen gjithë ose është gjëja shpirtërore. Jo, më se ti je mësuar me 5.000 euro, 10.000 euro në javë pastaj. Eksakt. Do 40.000 euro në muaj. Ke standard jetë të ndryshëm, ke trajtim ose mendime ose komunikime edhe me fëmijët e me gruan e me njerëzit të ndryshëm, je më prepotent, je më agresiv, Po. je më pa dituri, pa drejtim, nuk e ka dimo çka ka dën. E ki bon restorantin dën me bon dhe hotelin, ki bon hotelin dën me bon dhe ato, derisa sepse kjo gjëja që ti je lëshu në pasuri, nuk të len me jetu rahate, të duhet me bon sa më shumë. Derisa dikur që ajo shumja ka me ta marrë shpirtin, kuptimin e fjalës, nuk bjen kompaqa me jetën e me fëmijën e me gruan e me jetesën. O kul, e ke menduar në herë të kthehesh në Tropoj si kandidat politik la? A? Më ka ardhur një aferë si kryetar bashkie, si në fund politike, gjana ashtu. E ke menduar në herë, e ke valutuar? S'pëlqen fare. Kam vlerësuar, normalisht që kam falemndruar personin që më ka thënë për Krahun e majt apo krahun e djathtë? Djathtë. Të djathtën. Por nuk të mojtë se kisha pranuar fare, por gjithsesi asnjënin, se nuk është për mua. Kuptimin e fjalës. Po pse kryetari i bashkisë nuk është politik vëlla në thelb, a kupton, edhe pse këtu trajtohet politikisht. Unë mendoj se nuk jena hala gati për një mentalitet që kam unë, për shembull me më kuptu, ata nuk më kuptojnë mua. Ç'do do bëja për shembull ta bëj një 5 minutë simulim. Jemi në vitin 2350 të zëma, kupton? Sokol Pepkolaj, kandidat për kryetar bashkie, fiton zgjedhjet e Tropojës. Okej. Çfarë do t'i bëjë Tropojës? Domethënë, çfarë do t'i bëjë Tropojës në kuadër të përgjigjes që ti më dhe se Tropoja dhe tropojanët nuk janë gati për mentalitetin që ti ke. Pikë pari, ajo që dua unë, për të isha kryetar bashkie, që ata të bashkohen. Të duan mirë njëri tjetrin. Se çdo gjë fillon nga dashuria. Edhe këta për shembull mendoj se nuk do ta bëjnë. Pavarësisht se unë e them për shembull me dorë në zemër, edhe me shumë dëshirë për me qenë kështu, po nuk do ma marrën vesh këtë vendim ose këtë fjalë për shembull. Se kur na të bashkohem, ajo Shqipëria jo Shqipëria, po i them Tropojën e kisha bën Zvicër për 5 vjet si kandidat. Si do ta bëjë Zvicër për 5 vjet? Me pasuri që ka, po bën si gjë tjetër. Atë që i ka, po mos me lënë me dal, po i shpërnda në popullin që ka. Hidrocentrale, miniera. Ti a kupton për shembull që do ishe kandidati i parë që do vriten detyrë? Domethënë me heq hidrocentralet nga njerëzit që i kanë kapur minierat, krom, nikel, plumb, ar, çfarë mund të ketë në veri t'ia heqësh? Domethënë a kupton që do ishe për lutë civile? Ose do kishin vrau. Dy jona, po për ata thash po unë kom nga Shqipëria se nuk do isha sot gjallë. Edhe më kthy kryetar bashkie, për ata thash nuk besoj si e prandaj, po edhe më kthye, o do kisha bën, do më kishin vrau. Dy janë arsyet, që dy janë zhanat. Nëse jam aty, jetoj e kisha bën atë që mendoj. Nëse si jetoj edhe si shbën atë. Po nëse të vinte një person për shembull, të vjen shpende. Të vjen fal? Të vjen shpende në zyrë. Po. Ora na jep një tender. Si do kishe reaguar me mikun ton, me shokun ton? Po them shpendi një njerëz që nuk e njeh. Shpendi. Po. Që ti e njeh. Si do reagoj? Po duhet të më thosh troç fare vëlla, pa filtra. Atë problemi është se ti duhet më shku atje, nuk duhet më çukush. Kuptimin e fjalës në qoftë se çaj dikush ai vjen e thotë më jap këta. Po. Edhe ki detyrime.
Nëse ti ke fitue edhe ke shkuar, sikur më ka thonë për shembull, ke shkuar me dëshirë me ashtu, ti vendosun edhe me vllai nuk ja japi. Edhe vllai ti thon jo. Nga detyra, nga gjëja që më ka bënë jo. Privatisht në t'japi çfarë dush. Si shok. Çat komunë, hajde shkojmë te shtëpia edhe ta japi. Po jo të tjerëve se s'është e jemja. Sa e bukur. A kuptoni o njerëz, domethënë çana na ka ik neve nga Shqipëria? Na ka iku këta lloj njerëzish nga Shqipëria, po i ha Gjermania, Italia, Amerika, Tajlanda. Në Tajland koli vetë për çeve, edhe unë du me vajt për çeve në Tajland, po një ndi për shembull. E ka ngel 4 vjet një ndi. A kupton Tropoja ka ngelur me 1 akoma. Malcia Gjakovës ka ngel me 1 34 vjet. 2 janë ata që zihen me njëri tjetrin. Vjetër gjithë zona më e pasur e Shqipërisë, po tjetë për minerale, është më e varfër ekonomikisht. Është e tmerrshme më. Me e pasur me e varfër, po. Është e tmerrshme. Kjo është e tmerrshme. E kupton çka kemi humbur? Ç'a njerëzish do humbim tjerë, se e disa tjerë do ikin nga shqiptarët e mirë. Pra, të jap ç'a të duash që është e imja, po atë s'ta jap dot se s'është e imja, është e tjerëve. Për kaq vuajnëve. Prona publike është e gjithëve. Prona private, ky telefoni, po vlla, po tu desh, po marr një 3310 unë po ta jap këtë cop-copin tim, qofse ty duhet si shok. T'jap edhe bluzën, ta heq, siç e kemi hequr. Po pronën publike nuk e heq dot vlla, se nuk është e imja. Për këta vuajnëve, jo për hajvanët që votoni juve çdo 2 vjet edhe 4 vjet, pacientë dashur. Imagjinon do të më shkuar një musafir në shtëpi në Tropoj, edhe ata mund të kenë kushte jetike shumë të vështira. Edhe din që kanë marrë vesh që shka blen dikush musafir. Po. Presin një pul, për Po. shumë shufratarëshe. Po. Edhe përgatitin atë pul për me të prit. Ti bëhen shkrytar bashkie për shembull. Edhe ato që e tham tash, ti shkon e merr atë pulën që ta ka prej. E ki kurajën do të me jamor ati atë pulë, atë lopë që ka mbi jetën me ata, ki kurajë do të me vjedh atë lloj robi, ti me kostume i shkolluar, i bukur ashtu, ki kurajë mu më kam shqetë trupi vetëm me e folë këtë gjë. A do që më dha, ki kurajën më burë me shku një shtëpi ku ka vetëm 10-15 pula dhe një lopë për me jetu edhe me shku me jamor atë tje ka e vjedh ati. E po si ja bën zëmra e Edi Ramës bë? Po për ata po thëmë, këta politikanta kanë të lloj kuraje? Kanë këtë lloj vizioni, mendojnë këtë gjëna, i mendon populli këtë gjëna, i mendon njerëzimi këtë gjëna, që është ka ja merr ati që është ke një buk ju del 3 ditë, se përndoj kur të marrohet se kanë tjetër 2 buk një javë ndoshta. Edhe ti shkon e ja merr ati, sepse kur ti e merr pasurinë që ajo ka sipër, për shembull në mal aty sipër prodhohet krom, ose prodhohet flori, ose prodhohet drita, kurrent për gjysmën e Shqipërisë, ose gjithë Shqipërinë, ti ati e ka e marrë sa 4 kilometra nga ty jetën. Me ra liçenit komunit aty ka shtëpia gjithku, s'kan makinë, s'kan asnjë gjë, vetëm kam dalën aty. Edhe nga uji aty, kalojnë atë barkat e vogla, i marrin me dhi, me dhen, me lop, me ashtu, edhe rrinë t'ju qesh me fshatarët ata. Kështu si, ajo të mërshme është ajo që imagjinon ti me pa një grua tash për shembull na dalin nga studia këtu dhe shohim një nanë të vjetë ka shet domate, ka shet qep dhe me shku me amar. E njëjta gjë është ajo që ka i marr ti kur ja merr pasurinë shtetërore. Ti e ka e merr asaj nane, e ka e merr. Sepse ajo nanë që ose ti jep asistencën për shembull jetike 300.000, se s'po thom shumë, po 300.000 asistencë jetike, ajo nuk del me shit qepe domate në rrugë. Se jeton me atë pak lek, i vjen edhe turp për me dalë. Po me ju nal një nane me marrë kile domate i sen aty, e me jalon 2.000 lek, 5.000 lek më shumë asë i dalë në lot. Jo lumë nana thot se janë shumë. Edhe kjo është ajo, edhe ti mendon si politikant për shembull ose kryetar bashkie ose si njeri me vlera, si më shkon nëpër hotele, nëpër takime, nëpër Evropë, zona me kostume, me bodyguarda, ti mendon që mallkimi i kësaj nane nuk do të kapë një ditë, ti mendon se ky shtet o kjo botë, o djali yt o fëmijë do shkecin marr, është e pamundur. Është e pamundur. Çdo gjë nga universi do t'i kthehet njeriu i dur.
ti ndoshta e kalon deri në një farsasie, po jetë përfundimi yt sikur ka qenë gjithmonë, përfundimi yt gjithmonë i keq të shkoj. Por Maj mend në Fier vlla, te rruga Shumicës, kur kam qenë në Fier atëra në adoleshent, një nga këta çunat hajvana, kupton, hajna. Shikon një gjyshe që sa kishte marrë pensionin, ne kishte ruajtur për të vajt në shtëpi. Për atë zotë se më shbo mishi kokra vlla. Nuk e lëshonte nona çantën vlla. Ai djali fort për ta tërhequr e tërhoqi zvarr. Për 130.000 lekë. Vjetra. I merret pensioni një nona. I merret pensioni babës tim. Babës tat, nonës tate. Vitet nona jote, pensionista. Ajo është po. Ajo Vitet buka e fëmijëve vlla, këta vjetin bukën e fëmijëve odi. Te Zyber Hallulli, te jetimët. Te kopshtet. Vjetin margarin vlla. Me ambushë syt me lot. Vjetin margarin, o zotri. Gjalpin e fëmijës. E ardhmja kombit janë fëmijët vlla. Po normal. Këta vjetin gjalpin e fëmijës në për kopshte. Toni çat merresh no. Thua se do t'i marrin me vete, se ta di ti Sokol Pepkola që po e marr me vete, e kam 500 vjet për t'jetuar, 100 vitet e para po i shkri fare, vetëm po vjedhe. Po mua më thoshte baba, nuk ndërtohet shtëpia, nuk mbahet shtëpia me miell të borxho, bab. Me miell të huaj. Mbahet me miellin tat. Shko puno. Pse më nuk e kam të letën vete te Top Channel për shembull. Të merja një emision aty të tëra të gatshme të ftuarit e gatshëm me gjitha me radhe, 17 kamera e 50 servil që të vinë të puthin dorën se du me të kap në një gjokë, pra që në i kontakt. Se do të hapja këtë? Për lirim pra. Po shqiptarë nuk kanë qenë në herë të lirë, vlla. 500 vjet Bizanti, 500 vjet Turku. 100 vjet i kapi komunizmi, se po vemi 80 vjet komunizëm, hiqja atë pjesën e mbretit, atë pjesa e mbretit është shqirë fare. Ja, zhduk fare. Është zhduk fare nga arkiva, nuk flet asnjëri për pjesën e mbretit. Sot prap nuk ka se si ta di sklavi lirinë. Jemi sklevrë, jemi si puna me lingonën, se vendosi një rreth, vizatoi një rreth, nuk dela nga konturet, edhe pse nuk ka mure. Në menin e saj është murej. Shkufizim. Ka qenë një shprehje, thënë ke mua më vjen keq shumë për sklevrit që e duan. Fatkeqësia më e madhe është kur viktima që put dorën e xhelatit vet. Gjë më e neveritshme. Ajo është shumë e keqe, edhe këta kena për shembull theksuar. Edhe kjo është edhe problemi se ky lloj stili nuk e lën me dalë edhe po, nuk e frymëzon popullin për shembull, se është shumë servila, shumë gjana dhe secili ik mrapa nga kuptimi i fjalës se thotë nuk ja dal dot. Mundësia më e mirë më është me besua, sikur besimi për shembull sikur thash, është më e vështira, po është më e mira edhe del një ditë. Por çdo shqiptar se je ka bën plan për meritu këtu, ai duhet ta bën këtë pyetje vetes, si ku do ta lën fëmijën tënd. Nëse bona. Edhe nëse ti e ka do me bon dhe që familja është e beku më në vrasë e pres për familje, për fëmijët mi, nisja me vra me prej se ka ardhë koha. Se familje e fëmijët tu nuk janë sigurt. Se ushqimi që e ka harë nuk është i sigurt. Asi lloj gjëje se kje ti nuk është i sigurt. Se pasuria, sikur tham parë, nuk ka me të mbrojt, se nuk mund me të mbrojt. Se ti do dalësh, do shkosh në shkollë, ti do dalësh në rrugë me të tjerë, do dalësh me ata që ai del në mes për buk goje, del ai që është smend, i ka ik truni atij. Jetë njëjtën rrugë me të smendënin. Është e pamagjinueshme se ti do jesh i lumtur kur përpiqesh me ata. Kështu si
Nëse kin plan me jetu këtu, nëse kin plan me bë fëmijë këtu, No, vallai, le të duket si do lloj gjoje, po unë fëmijën tim s'kam për ta lindur kurrë në Shqipëri valla. Veç me na ndodh një aksident, a kupton? Veç me na ndodh aksidente. Po me dëshirë të plot në jetë të jetëve. Kam gjuhë edhe nga tjerë, për shkak që thonë unë fëmijët do t'ja vla amanet që tikun nga Shqipëria. Por në gjatë kësaj kohe është ka jetë edhe ka merr pasuritë e Shqipërisë. Edhe kjo është e gabueshme. Me të mja lanë amenet që tikun nga Shqipëria, bën diçka për Shqipërinë, se ti e ke vjedhë dhe i qof fëmijën në Anglisë, ku kanë marrë gjithmonë mretet e politikantët. Vjedhë Shqipërinë edhe ik me gjithë familje për me lanë një vend të sigurt. Djali im ka vojtër shumë se ishte Princeton ishte shumë i vështirë, a kupton. Se kemi dëgjuar dhe nga këta vëlla. Më mërzit djali shumë në Princeton atje. Nuk jetonte dot në konvikt, i bleva një shtëpi. Mos paç halle tjera usta. Kësa i themen në. Ora ka njerëz janë milioner, pa e thënë njeri punë mbarë, por. Nuk i ka thënë njeri punë mbarë në herë. Që njerëz nuk kanë bler çundrakizme me lekët e tyre. E çuditshme është se faktikisht atë një detyrë si për shembull si kryeministër, si ministër, kia një autoritet, kia një nderim, kia një autoritet që edhe një rrogë që ti ki mundësi me jetue i lumtur dhe mirë, po jo fut rrugë s'keqe në kuptimin e fjalë korrupsionit e kompromeseve gjanave. Për shembull e kena si shembull presidentin Urakaj se para 3-4 muaj vdiq ai. Ishte një nga presidentët më të dashtun edhe më të mirë në botë. Ai dha 95% i Uruguajt. Po. Nga pensioni i tij për njerëzit me nevoja. Presidenti më i mirë i botës ai. Ashtu është presidenti më i mirë i botës. Edhe ai thënë që njëjta gjë që po them unë për shkak se lumturia nuk mund të jemi lumtur vetëm unë. Pra për shembull unë tentoj me qenë i lumtur dhe jam i lumtur sikur thash por unë. Po në Gjermani për shembull ti kur del me shku edhe në supermerkat, ajo lumturia sikur zvoglohet. Kur shkon në park si je vetëm je më i lumtur. Pse? Se je i bombarduar nga energjitë. Pra lumturia edhe stresi edhe çdo gjë, depresioni është me frekuencë. Sa më shumë lumturi si të kenë, as më shumë zmadhohet. Aq më pak si të kenë për shembull, edhe ka shumë depres, aq më shumë zmadhohet depresi. Aq më shumë si të kenë vrasje, aq më shumë zmadhohen. Gjë vend bote funksionon kështu. Edhe ky proces i vogël nuk është i madh, po i lehtë më u kuptue, po fillojnë më u bën, për shembull edhe fillon revolucioni i jetës në Shqipëri edhe në çdo vend botë. Po s'fillojnë më u kuptue, për shembull se kjo nuk ke me kanë, nuk është të mundur me kanë midis 10 vetëve që janë ka çajin e ti me qesh. Nuk a shkon kush në xham ty qesh e gëzuar, i lumtur. Sa do i lumtur ti është në xham, s'mund ti jesh i lumtur. Problemi është fjalë se do të mbash lloj standardi se të influencon energjia që ke gjetë aty në dhomë, ai është një person i vdekur edhe njerëzit janë gjithë të mërzitur edhe energjia është ashtu siç është. Ti del në Tiranë për shembull dhe shkon në për lokale në për gjana. Ose në për vende ku do të shkosh, ajo është energjia e tillë. Kështu si e gjetë Shqipërinë pyetja e fundit. Si e gjetë dhe si do ta lësh Shqipërinë vëlla? Është besoj se tash fjala e fundit ishte depresioni, unë besoj se Shqipëria është një fazë depresioni. Nuk është tër bota kështu? Nuk është tër bota kështu. Besoj po, edhe tan bota, në përgjithësi edhe bota është një fazë depresioni. Por këtu është krijuar edhe pak më shumë nga ajo ka shumë jashtë bilancën, në kuptimin e fjalës për shembull, nuk e krahasojmë dot me Gjermaninë, por me krahasuar në kuptimin imagjinar, po i them. Kemi një jetë mesme. Gjermania ka një jetë mesme, edhe një jetë standarde.
ka edhe është shumë depresive edhe Gjermania, por e ka jeton me depresionin. E ka pjesë të ritualit. Eksakt. Kurse këtu për shembull nuk ka dhe me pranoj depresionin dhe është në depresion. Sikur më thonë jam i smur, Po s'dua të jem. Po s'dua të jem. Po s'dua të jem edhe s'jam i smur. I thuj dikuj për shembull, a kam dham kokë, thotë mos ke ndonjë paracetamol. Migrenja, mos ke ndonjë sinuzitë, mos e ke nga syt që lexoj shumë në kompjuter. Je, s'kam, nuk e kam. Po kot nuk dham kur. Pra, e kanë, po se pranojnë. Edhe kjo është hala me e keqe. Gjanat që kemi, ne duhet me i fol me njëri tjetrin edhe lehtësohen. S'ka më mshef, nuk ka asnjë smundje, nuk ka gjë të keqe. Kuptimi i fjalës se me qenë i smur nuk je njëri i keq, nuk i bën gjë të keqe, është fatkeqësi. Po. Por nuk është turp. Këtu më shefet edhe smundja, po s'është turp me qenë i smur. Edhe depresioni nuk është turp, këtu s'flitet për depresionin për shembull. Kanë frikë, është tabu. Shkojmë fallxhore ne. Ne shkojmë fallxhore. Okol, ishte kënaqësi. Kemi bër pothuajse 2 orë në diskutim bashk, se ke ndier fare. Se kam ndier fare. Zero. Vërtet. Asun, vetëm sa pash orën këtu që vajti ora plotsoj orën 2 më duket. Aha. Të falenderoj shumë që je ky që je një radhë parë, që je miku im në radhë dytë. Dhe që je një mesazh shumë pozitiv në një kohë shumë të errët për Shqipërinë. Na duhen modele si puna jote, që japin këto lloj mesazhesh. Sepse kemi nevojë të dëgjojmë. Pa shkak se ti ke dyshimet e tua, ke anën tënde të errët si çdo lloj njeriu, se s'po them që ti je i ndriçuar i madh. Po mesazhin e jep sakt vëlla. E nuk je hipokrit. Jam sigur prej ftat. Bën çat thamune, po mos bëj ç'a bëj unë. Shaka. Të falenderoj shumë dhe miru pjekshëm. Faleminderit. Inshallah po takohemi tek ato planet që kemi lënë bashkë. Ishte shumë kënaqësi edhe nder, sikur nisa. Një nga mesazhet kryesore është për shembull për gjithë ata që na kanë dëgjuar është çdo ditë, çdo herë të shohin anën pozitive. Të shohin të mirën, se të këqija ka boll. Si Shqipëria, si bota gjithashtu. Të përqendrohen vetëm tek e mira. Edhe do përmirësohet, të bëhen më mirë. Por është fokus në të mirën. Harrojni të keqen se ka pas boll Shqipëria. Ju dua, ju përqafoj shumë, ju rujtëzoj që ty, Shqipërinë dhe çdo njeri që mendon mirë për Shqipërinë e për ne. Edhe unë të du fort vëlla, të du fort ty dhe familjen tënde, respekt dhe zoti i madh, vetëm të mira dëgjofsha. Si sta Koli, si shu tha këtu në Tru Podcast. Synoni tek e mira, se të keqen e keni kudo përreth. Veç synoni tek e mira. E ke vetë në dorë jetën tënde, thjesht pasi të pastrosh plurat e shtëpisë. Pastro dhe qik plurat e mendjes. Dhe merrni një grusht grur, atë thoni vit, na vim plumbat. Pra që kosa keni ka fazin në rregull. Natën e mirë, nga Tru Podcasti, shifemi se kemi personazhe o shaka. Natën